jam darë që një 4 muaj. Për hatër vajzën se kom shty që kaq. Këta unë jam kërkim një gruas në mire familjare që nuk ka probleme, është e rregull. Mendoj edhe për me lindë, me pas të një prape edhe që me thonë me stjetë të smut. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni dhe të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Kosovë, do të jemi në vitit të Kosovës. Do të hap dritaren për një 54 vjeçar që quhet Mistret Aliu. Në fakt Mistret Aliu është babai i 2 vajzave nga 2 martesa të ndryshme. Vajzën e parë e ka 25 vjeç. Dhe fatkesisht nënën e saj e ka humbur nga kjo jetë nga një sëmundje e rëndë, por pasi kaloi dhimbjen e humbjes së bashkëshortes së parë, ai vendosi të rimartohej dhe solli në jetë vajzën e dytë. Por fatkesisht dhe kjo martesë nuk funksionoi për zotin Mistret Aliu. Ka një kërkesë ditën e sotme për të bërë këtu në live me Odetën, por unë do e hap dritaren dhe do të dëgjoj historinë e tij, kështu që ftoj më njëherë. Mistret, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit se për ty përshëndetje. Si jeni ju me shëndet? Mirë ka të zote, po kaloj mirë. Ju me sa kuptoj nga gjua jeni shqiptar i Kosovës. Po, për i Kosovë, po. Ku jetoni në Kosovë? Qa vendi? Viti, komuna Vitijës me një fshat. Jeni nga Vitia e Kosovës. Po. Më ke dërguar një mesazh se kishe bërë një kërkesë ndaj live-eve që unë bëj çdo ditë në kanalin tim në YouTube. Po, qashtu, para 2 ditëve. E vërtet, e lexova mesazhin tuaj dhe kishit shkruar që kërkoj një partnere. Po, qashtu interesum jam, po. Por nuk e arritur deri më sot të gjesh një partnere vet? Po, kam gjetën një grupët, kam drejtën me to, më ka vdek, gruja të në kam vajzën, e kam një vajzë, me to e kam pas një vajzë, edhe një e kam 16 vjeqare, kurse një e kam 25 vjetë, 24 vjeqare. Juve ju ka vdekur bashkëshortja e parë? Po, gruja më ka vdek, ta në unë jam kërkim një gruës, një që me thonë një femës që është të me thonë në mire familjare, që nuk ka probleme, është e rregull. Nuk ka e smut, nuk është që me thonë, o që me venë familjare. I ta shumë Mistret, më vika shumë keq, para sa viteve të ka vdekur gruaja? Po vëllai e ka unë, që shme thonë i fa fjale. 10 vite. 10 vite që ka ndruar jetë, nga se vdish? Po ka pas qështu si kancer. Më vika shumë keq, dhe ajo të la me 2 vajza që kanë qenë të vogla, besoj në atë ko. Vajzat e kanë vogla, nga vajzat shumë i kanë vogla. Sa vjeç ka qenë në gruaja kur ndroi jetë? Vëllai ka qenë në 38 vjeç, pas ka qenë shumë e re dhe sinqerisht më vika keq, por edhe ajo besoj shqiptare e Kosovës ishte. Po, për e Kosovë e kanë pas, po. I dashur Mistret, ju pas ju vdiq gruaja në këto 10 vite nuk jeni martuar? Martuar me një grua tjetër, ma ka falë zoti edhe një vajzë me këtë gruën e dytë, vajzën kam 16 vjeqare, kurse me këto jam darë që një 4 muaj. Por tani, se s'po më dalin llogarit, mbase kam dhe unë gabim. Ty ka 10 vite që t'ka vdekur gruaja, u martove, goca nuk i bjet jetë 16 nga martesa e dytë, se i bjet jetë më e vogël. Sa vite martes ke me gruan e dytë? Me gruan e dytë kam që shme thonë, kam 15, 14 për 15 vjetë, që ashtu t'i shka 14 e gjysë, 15. Por ti u martove me gruan e dytë, e para nuk ishte vdekur akoma, nuk ishte ndruar jetë? E para më ka vdekur, po. Po pra, pas vdekjes së gruas së parë, ti u martove? Po, mas një vite 2 që ashtu t'i shka. E qartë, Mistret, ndoshta gruaja e parë ka më shumë se 10 vite që ka ndruar jetë. Dhe më pas ti u martove,
dhe qëndrove me gruan e dytë ku solle në jetë një vajzë. Po nga martesa e parë, sa fëmijë ke? Nga martesa e parë kam pas një vajzë, kurse me këtë martesën e dytë kam një vajzë edhe tjerë s'kam. A, ke 2 vajza që të kanë ardhur nga 2 martesa, por me gruan e dytë pse u ndave? Çfarë ndodhi? Po që ashtu jërë puna, të shka ka pas aja problem me të meta familjare. Në që kupti? Prej familjes vetë, atë që e konë me të meta për nefrave dhe që ashtu jërë puna munda se nuk mu isha me që jetë me ta. Ka pasur probleme të shëndetit mendor? Po. Por ju jetuat 15 vite me atë? Po jetova që jetova për hatër të vajzës edhe erë momenti që mos mujta me dërush, me thoni pa fjallë, unë për hatër të vajzës e kom shty që kaq. Ishit ju që kërkuat divorcin ndarjen dhe qua tek shtëpia e prindërve? Ja, unë nuk e kërkojsha, po aja ka pas qashtu familjare, ka pas që me thonë, pinevra stresore familjare ka pas, edhe erë puna, i thash, shkosh qëtësov atje, rase qëtësosh, so problema, petë këtheuar, mo qëse nuk qëtësosh, qështu nuk po mu me dëru se unë nërvazëj kisarë, fajfki me familjën e me në telefon, veç kajki edhe, mo du me thonë një ditë mirë, mo veç nuk punojki, nuk e kontrollojki vetë shka folja, s'kur që shka bojki. E kjo është një fatkesi, në fakt shëndeti mendor është një fatkesi dhe mua më vjen keq që prindrit e kanë martuar vajzën e tyre kur ajo ka patur këto probleme. Po ka pas për që unë për hatër të vajzës, pa ka pas zoti qëtë vajzën për hatër të vajzën, se kom shti që ka qkos, unë mësë paskon vajza, unë baki me fillim kisha shkuar, isha nda me ta, po hajtë me së përbohët ma mirë, fali zoti vajzën të na për hatër të vajzës, e kom shti edhe të me thonë, kom dëru gjithat nervozat e sajna, gjithat fjalët e sajna, kom dëru për hatër të vajzës, me s'ja prisi vajzës, që me thonë rahatien, me s'adoj vajzën prej nonë, prej babe, edhe qështu. Por ju jeni divorcuar, vajza jeton me nënën apo me ju? Vajza jeton me muë, po jeton edhe me mami. Ju keni kontakte me ish gruan për hir të vajzës? Jo, vetëm me vajzën, me ta ma ju. Pse, ndarja juaj nuk ka qenë fort e mirë? Keni pasur konflikte, probleme? Jo, probleme s'kemi pas, probleme sen s'kemi pasën, vetëm aja që ka pas probleme familjare atje, për familjes vetëm a mërzia që ka pasën, edhe ta është jerë puna të erit e ndarja, se problem s'kem pas sen, asa ja me mua, së në me to, vetëm i kom thonë shko qëtësov, rase qëtësosh mirë, rase nuk qëtësosh, mu për mëllimet vajza, sone qështu, nuk për mëllimet pa vesh të kajt, vesh të, që me thonë, që si shtrese, që si fjallë në telefon, kur fërki me familjen e vetë, vesh kajki. I dashur mistret, dua të them diçka, një person që ka probleme të shëndetit mendor, nuk mund të ndrojë ambient të qetësohet, si që ke thënë ti shko te prindri qetësohu dhe hajde prap. Nëse nuk qetësohesh, mos hajde se unë do të ndaj. Kështu nuk funksionon. Ti du të atërojë në një mjek, që ajo të mjekohesh. O e kam masina për mjek e krejt, pa aja puna që aja nuk pranaj ki mo me shku as të mjek, ta se që aja vetëm nervoz, mërzi familjare, që shto ka pas atje dhe se erë folkin telefon me ato dvetit, veç ka i kjo që shto. Kur themi ishte nervoze, çfarë bënte ajo në shtëpi që ti s'po e duroje do të më dhe kërkove divorcin? Po marrim, shka bëjke, kajke, raki kryt me dorë, nuk jam mirë, du me lujt për menme, s'jam mirë, po lujt për menme, qështu nuk jam mirë, nuk të këshiri, nuk të kujdesna për ty mo, që të fjali falke, shka me bëmë. Por ti kërkove ndihmën e prindërve, vlezërve të saj? Kam bisedu me brend nuk ka pas, kam bisedu me zadit cajna, kurse ato më kanë thonë s'kena shka dojna, nuk s'kena shka mi thonë caj punë e kush gjoha dhe qështu edhe ato, qështu fjallë mi thoshin edhe erte që ke punë. Por në momenti që ti e qove nusen tek shtëpia e prindërve, çfarë ndodhi? Ti nuk vajte ta merje më? Ja, mo, vetëm qështu si për para, nuk ka përmisu mo, kërse unë e mos jam konë atje. Është pak e rëndë.
ndarja Vajza jote? mëllim. Më mëllimet vajza, të ka drejtë më mëllimet vajza, se unë nuk jam njëri, që me thonë, njëri familjar, njëri me punë, njëri me, që me thonë, me kulturë, me shkollë pak e shumë, shka kam mundësien teme, e mone ka drejtën, jam spravu me ta, se mu më ka kesh shumë prej vajzës, se unë e vajza mëllimet, farë vajza mëllimet, se unë e për ta, nuk kam shka me bëma, për ta se aja, nuk i ka thonë vajzës, që ose të babi, ose të mami këto gjëra se shkam të babi me nejtë që me thonë të në kohë në dishka këto i ka thonë venë nuk i që shto vajzën e ka mërtërtua dhe tash vajza vjenë ndërkohë me huton e rrinë, po rrinë ma shumë atje. E kuptoj, por i da shumë istret, sa muaj ka që nusja ka shkuar tek familja e saj? Që jeni ndarë? Afër 4 muajve. Por këto 4 muaj ti nuk e ke telefonuar asnjëherë? Ja, vetëm qatë fillimi 1-2-3 ditë, e kam telefonu për para 1-2-3 ditë, qatë 1-2-3 herë, më mëna 2-3 ditë që ashtu, i ka thonë vajzës, i ka thonë rast se mësumë, si më thret babjet, cuj me së më thret në të mdera hatë. Por ato 3 herë që ti fole në telefon, çfarë komunikove me nusën tënde? Po e kam thirrë, mo nuk e ka qelë telefonin, heq vetëm e ka thonë me qelë telefonin se ka qelë, mo i ka thonë vajzës, thuj babjet në të mlera hatë edhe nëse nuk jam mirë, në të mlera hatë. Ndoshta është lënduar nga ajo që ti ke bërë. Po shka i vjen, kom lënduar, kom thirë telefon ato pak me kërkur telefon, o ma mira, o qëtësua, që shumë që ato shtresë e nervozat e veta, mërzijat e familjes vetë, me ti që ka ko, por rrasë se dënë më këthy me bisedu, i kom thonë, bisedu, qëtësa, vapet, me bisedu, po aja s'ka prenu me bisedu, mo dhe që shto ka bishta fjarë, mo s'kam kontakt me ta më heq. Pra, ju jeni ndarë, edhe ti e ke pranuar ndarjen dhe ajo e ka pranuar ndarjen, por ju keni qenë të martuar ligjërisht, e keni bërë divorcin? Jo, kuror s'kina pas heq. A, keni qenë në bashkëjetesë? Po, në bashkëjetesë, kuror s'kina pas, në të ka të drejtën, jo diçka si da zgjohë pa puna, po të ka të drejtën, që ashtu gjithë, i thëshë hajti shkojnë bëjmë kuror e kepa, pëse ki hejtë se kur që është e sa është aja o fil letër, kur të e bëtë të shkojmë, sa problem, nuk dashki që me thonë në faqja, nuk dashki me ardhë, që me thonë me bëjë kuror, që disha me thonë, që ashtu me stres. I da shumë i stret, vajza juaj është e madhe, është 16 vjeç, por ajo çfarë të ka thënë? Se e ka përjetuar ndarjen e prindërve, e sigurt? Vajza më ka thonë në muë që më ka thonë mami, une levra hatë, thuj babit tonë, se une nuk muj mo që shjam në stres, nuk jam mo mirë, levra hatë, edhe në të le me lirë, edhe që të fjali ka thonë thuj babit, edhe më së të më thyrë babi mo, se une nuk muj me këthy aty, që shto ka thonë nuk muj me këthy se s'jam mirë. E qartë, e kuptova, kjo është përgjigja që gruaja të ka dhënë nëpërmjet vajzës, por vajza vetë, çfarë të ka thënë për ndarjen mes teje dhe nënës së saj? Vajza ka thonë si ty, si ato ju kam njët, une nuk e kam prit këtë punë, si me thonë, këtë ndarje, po une ju kam njët, si mamit, si babit, e mo, une kam qef më konë kontakt me të dëtë, edhe me mamin, edhe me babin, edhe më ka thonë, ti më liran me shkuën, me pa mamin, i kom thonë, po të liraj, më i kom thonë, dërko, rasti që të sot, unë nuk jam që kam jek dorë ose dishka, e mo si danaja në të këthejte, moja i ka thonë vajzës që tu i babit në të mdera hatë se s'jam mirë, në të mdera hatë s'jam mirë, unë aty mo nuk më nej më këthy, babi është i lirë, rrasë se këshyra i tjetër është i lirë, unë nuk muj me që shqam me që të shtresë, nervoza, unë mo nuk e kam vetin kontrol. Pra, në i farë mënyra ajo të ka thënë që vazhdo jetën tënde, sepse unë nuk thehem më të ty. E qartë, e kuptova këtë përgjigje që të ka dhënë partnerja jote, bashkëtuesja që ndatë bashkë shumë vite, i nuk jam pak, por besoj që brenda vetes edhe ti e vuan këtë ndarje, se keni jetuar shumë vite bashkë, e gocën 16 vjeç. Më mëdhimet, ka të drejtë, më mëdhimet, edhe aja, ish gruja që me thoni pa fjale që ato që kam pas,
Mëllimet e ma fort ka drejtën, mëllimet e ma shumë mëllimet e vajza. Mëllimet e laja, paja vetë ka zgjidhur që për rrugë, edhe prej mrejes ka pas kur i fa problemi, e ma tash ka pas familjare problem, mërzi familjare, me thoni pa fjale, edhe tash vetë ka zgjidhur që ata me nervoza, që 2 vite ma tepër, edhe ma i ka ardhë uni nuk mujt me dëru. Unë për atë të vajzës e kam dëru edhe ka majt që ka vjetë, se unë të ka të drejtër për mes mja shkatru vajzës qitër me nda vajzën api babi, api nane, nuk ka ndasht, kur s'ka menu. E ma kja, ma në fund kush është stresu vetë, edhe e more këtë mendim, ma nuk mujta me dëru as me nalë asone, ma me nalë se që ashtu jetë punë edhe ma shka kimi bo, këto njëri me nevra ma s'ki shka i bo. Mistret, por ti kur u martove, e dije që ajo kishte këto probleme të shëndetit mendor? Ja, nuk më ka treguar me koha. Por, kur ajo erdhi në shtëpi me ty të bashketonte, një njëri që ka probleme të shëndetit mendor, që është një fatkeqësi, se kjo nesër mund të ndodhi ty, mund të ndodhi mua, është fatkeqësi. Ti nuk arrite do ta kuptoje ditët e para që diçka nuk shkonte me të? Vallajt ka drejtën pishe, që me thoni vajja pike, së fata, po dhe kia pa mëllëm, laumi, ja pa mëllëm, kryti, ja hajtë, isha, relosha që pjedhëm kry që ashtu dishka, ja piftofje, dishka, e ma, laumi, shkërishme të mike pak e shumë këshërshme, laumi në disa i vashi ka pak i dhemshin e ma, unë nuk e kam ditë që ka pija e së fata për nevrave, nuk e kam ditë që nuk më ka dhu me kohët që më ka dhu, ma nuk e kam ditë që është kjo, ndërkohën për këtë mosh që vjen në stresote, pas mazi, nuk e kam ditë. Kur e mësove ti që gruaja kishte probleme dhe mjekohej, pinte ilaçe? Kur e mësove? Vallaj, po të ka drejtën, këtë kohën e fundit e kom kuptu, që 2 vite kënena, se unë ma ne nuk e kom kuptu. Aja ka pina, ashta ka përdor, po në për me o rujtë, unë nuk e kom pa. E këtë kohën e fundit ka pi rogovesht, hadër së me, edhe nuk o rujtë, edhe ka pi, edhe i thajsha, me spesh ka jetë të bo, jes jam mirë, jo po pi, mos e të bojnë dëmë, mos e të ati shka ki, për shka pi përdor. Jo se, jo ftofje, kam dhimbje pensionit, kam dhimbje krejes, kam dhimbje luksi, kam dhimbje, qështu ma bëjt i piki, edhe pa, shka mi bone tash, mu shka mi ndalu, edhe qështu jetë puna më në fund, shka mi bone. Ata shka mi bone. Jo, e kuptoj që nuk e çfarë ti bësh një personi që ka probleme shëndetit mendor, po dhe më vjen keq që i keni dhënë fund bashkëtesës tuaj, duke ditur që nga kjo bashkëtesë ka ardhur dhe një vajzë. I dashur Mistret, por vajza nga martesa e parë që fatkeqësisht e ka humbur nënën nga kjo jetë, një tjetër fatkeqësi ka ndodhur në jetën tënde se gruan e parë e ke humbur nga një sëmundje e rëndë, po vajza është e madhe, besoj është e martuar, ka krijuar familjen e saj. Po, aja është e martume është aja. Ke kontakte me vajzën? Po, me ato kam kontaktu, në ato ka zi drejten, e kam rritën ato vetë, e kam martuën e krejt, e kam shkolluën e krejt. Por, besoj që edhe nusja e dytë ka kontribuar në rritjen e vajzës së parë. Po, jo, sa unë, me qëtë mund teme, kretë, mundësin teme, unë jam kujdes në çdo moment që me thoni pa fjale në shkollë, në gjitha punë të saj në pastrimit e larjet e mas shumë t'jone teshat, aja ka asi po më pak. Por, e rëndësishme është që të dyja vajzat, të dyja motrat janë të lidhura me njëra tjetrën. Pavarësisht se kanë nëna të ndryshme. Janë të lidhura, janë të, që me thonë, si më kort një nanës. Dhe më vjen mirë se kjo gjë të bën të lumtur ty. Ja, unë të ka dhe drejtën mërzien, mama të mollën e kam, se të ka dhe drejtën ta është për këtë vajzën që e kam shalete, para motiti ka pik në e krejta, ma këtë vajzën e dytë, mërzien ma të mollën e kam për të që ta është e ka këthyja e mas shumë të që me thoni pa fjole ka veti, edhe mo, po to të apindon e sen edhe vajzës, edhe aja i ka thonë që ti o me nanën, o me papën du me dit me të dët, jo, vajzës i ka po presion, vajzë e ka thonë që unë e du me të dët, jo vetëm me njanin, edhe aja tash, e lëndër ko vjen 2-3 ditë rrenë këto,
ta ashtu në shkollë, edhe të me thonë nuk ka dhe kombe ardo shumë e nejtë, e mo vajza mirë, kështu po tu da po smuta vajza në sen, që mu më thejki që i më rase më smut noni mami ma shumë, mu në nështë ta më thonë që të dajt nuk i më venë. Pra, ti po... Rast të shkon ti te babi. Ti po më tregon se nëna po ju ushtron presion vajzës 16 vjeçare që mos të takoj ty dhe mos të vit te këty. Po, tani ka thonë në rast të shkon ti te babi, vajza më ka thonë në rast të shkon ti te babi, më ka thonë që unë e rast të smut mami, unë e të rast të shkoj me pa mosën, ashtë të më thotë mo të daj nuk i ven. Por pse kjo urrëtie ka që madhe e ish gruas tënde ndajtes apo pengon dhe vajzën të takoj? Krejta ja prej shtresit me nervozës vetë një vetë prej nevra. I dashur, mistret, për hirë të atyre viteve që keni jetuar bashkë, unë për herë e them, sa herë që flas me qoftë me burra dhe me gra që janë të ndarë të divorcuar, për hirë të viteve që keni jetuar bashkë, se sido që t'jetë, ke ndarë gjithë shka me atë, ke ndarë dhe krevatin, e ke pasur grua për 16 vite në shtëpi, për hirë të atyre viteve, pse nuk e merë guximin të shkosh dhe të flasësh me të, qoftë me njerëzit e saj, që të gjitha këto probleme mos të ndikojnë të vajza, që është adoleshente. Po të kuptoj krejt, po aja nuk ka pranu mu, i kam thonë, i kam kërkuën, i kam qu mesazhe, i kam shkruën, që me thonë, kësaj në gruës, edhe i ka thonë vajzës dhe ka kry mesazhin, jemi rahat me thumonon i kohë, se kjo punë ka morë fondi e në përqethmonë, unë nuk jam jem rahat, nuk muj me këtë punë më thumonon i mu. Ju ka thonë, unë kam pas me shkuën me vete, me vlaje, me një taje, me biseduaj, me vlasnit sajnë a krejt, po aja nuk ka prenu telefonin nëse ka kësy ma mesazhin e ka kësy hanë kje punë, unë nuk jam mirë, jem rahat të mo për këtë punë, mes me nda se nuk jam mirë, vetë me vetin unë nuk jam mirë. Jem rahat, ka thonë edhe ti i lirë, rase dënë, gjoje fatin tënë, prej meje me spretë sensë, unë s'jam mirë mo. Por njerëzit e saj, vëllezërit e saj, motrat e saj, nuk po i ndihmojnë motrën e tyre të sëmur? Se ndoshta sëmundja e saj mund të agravoj, ajo mund të rëndohet më shumë. Se ju e kishit partnere, nuk e bajtë do të më, e dorëzua tek familja dhe tani e ka familja, gjithë përgjithësinë dhe barën, edhe vajza sigurisht, e cila do kujdeset për nënën e saj. Por në këtë histori më dhimbset dhe vajza e vogël, që ndodhet në një dilemë mes presionit të nënës, që i thotë nëse shkonte babai tek mua nuk do vish më, edhe dashuria që ka ajo për nënën, që thotë nëse nëna do sëmuret, s'do më lërë të të atakoj, dhe kjo është e dhimbshme. Po e dhimbshme po të ashtu në të ka dy drejtën mëllimet vajza, unë të ka dy drejtën besat e Zoti, unë gjithë ka hecje, ka shkoje, ka punoje, që me thonë, të këto shpe që jam në fjetje, në punë, të kone, ka dalë, ka ju në këti kam vajza, men të vajza, se vajza, ta është edhe në shkolla atje, unë të ka të drejtë ja bëj përgalin që shpo shkane, që shpo vjene, ndryshë më rritë vajza, ta është një vjeta 2-3 me kry vajza, që më shkollën të dajtë, ndryshë që i ka kry në vjetë e baba, të kuptan. E qartë, ti jeton në një tjetër vënd, kurse ish nusja në një tjetër qytet. Në çfarë vëndi jeton ish nusja? Në çfarë qytetit Kosovës? Qa që me një fshate ka... Me një fshatë që gjek të Ajvalia, komuna Prishtinës. Sa largë është nga Vitia? Sa largë e ke vajzën ti që vjen aty të ty? I ka një 100 kilometri, ka dishka që ashtu dishka ka. E kuptoj. Ke 4 muaj dashur mistret që ke ngelur i vetëm në shtëpi. Po i vetëm jam, unë që atat kam shkruën, kam kërkuën që me s'ki mundësi, në njën e kësha pranu, ka të vetë, pas ka në një e hajrit familjare, që s'ka probleme me familje, që s'ka probleme me burra, që s'ka kënë martu me qënë ta, edhe që s'ka probleme sen, unë e kësha pranu, ka të drejtë në një, po me sta shumë e vjetër, apo këpëtanë, së në vjetër nuk e muj me marë, se edhe të smut nuk muj me marë, që ato të kam kërku, me s'ki në një,
që të lajmërohet e të shumë në një e hajri që më bënë rahat se unë mirë njëri familjar, jam njëri jekom keq, që me thoni pa fjale, po tash që qërë mirë, kam shtëpinë e rej, kam kushtet ma mirë se për para, që para 3-4 vjetë, du më thonë që ashtu diçka, e mu, o puna që pesha misionin tonë shumë e përcijeme që ki të lajmërohen loj-loja, të lajmërohen, që ato të kumë lajmëru, e në betna me skina një, më ka dhip një rast, më ka dhejtë pas të në peqoj, ta është përgjypi pas të në peqoj, një që konë e martum e në prizeren, që konë një i prizeren i martum, e që konë një e ka lin një djallë me të, aja vajza është e Tiranës, më tokët me zgabufsha, ja kish pas kërkua ja kish pas mora i prizeren 2 mjera, se di sa 2 mjera më duket, edhe aja një vajzë ishte i arritar, aja i vetë, shumë e ku përcil misionin të në të, kur ka full aja që ka i këtë telefon, kujtot, ishkon pas njoftu në prezident me atë personin, kurse ai personi ka shku e ka vizitu atje në Tiranë djalin, ja ka lënë kishte 2 euro, e ka thonë që djali jenë sështë. Mistret, e kam parasysh për këtë histori bëhet fjalë, por përpara se të shpjegoj diçka, se më the, do zoti ke ndonjë femër, unë nuk kam asnjë grua, asnjë femër, dhe unë se mere me mblesërira, kështu i themi ne në Shqipëri. Unë uroj që të dali një zonjë e denjë për ty për të vazhduar jetën, se me sa po kuptoj unë ti kërkon t'ja nisësh nga e para për të vazhduar jetën dhe të uroj shumë fat, sinqerisht në këtë drejtim. Por dua të pyes, sa vjeç jeni ju Mistret, që të prezantoheni edhe pak për veten tuaj? Unë? Po, sa vjeç jeni? Unë jam 54. 54 vjeç. Po. Historia që ti ke parë të asaj zonje, ajo shumë e vogël në mosh, ende nuk i kam mbushur 30 vjeç, është 31 vjeç, dhe për të qenë sinqert, ajo nuk ka ardhur të kërkoj partner. Nëse ajo do kishte ardhur për të kërkuar një partner, padyshim që do linte një numër telefoni dhe ti do ta gjeje numrin e telefonit dhe ta telefonoje vet. Por ajo ka ardhur për të zgjidhur problemi që kishte për hir të fëmijës. Pra, se shumë njerëz më telefonojnë dhe dua të jem shumë transparente dhe shumë e sinqert me këtë histori. Shumë nëna që vinë në studion time apo janë me mua në live modetën që tregojnë një problem, ato kërkojnë zgjidhjen atij problemi, nuk vinë këtu të kërkojnë një burr. A ju, Jo, në mënyrë absolute që jo. Nëse një grua do tregoj historinë e saj, fatkeqësitë e saj dhe kërkon një fillim të ri, nga e para, si puna juaj, kërkon një partner, është tjetër gjë. Prandaj unë po të pyes për ta treguar pak për veten tënde dhe pse jo, po e shfrytëzon këtë mundësi, po e shfrytëzon këtë dritare që të gjesh një grua që të jetë e denjë për ty dhe të përshtatet kushteve të tua. Dhe ta uroj ta gjesh sa më shpejt. Ju jeni 54 vjeç dhe vini nga 2 martesa që fatkeqësisht njëra dështoi, ndërsa martesa e parë e humbe bashkëshorten nga kjo jetë. Ke 4 muaj Mistret që je ndar nga gruaja e dytë. Ndoshta është pak herët për të kërkuar një grua të tretë? Wallahi sa më mërmenja mua nuk është, që me thoni fa fjale, nuk është që me thonë, si thonë e frekshme, që me thonë. Jo, po të pyes se ndoshta nuk më kuptove qartë. Ju keni 4 muaj që jeni ndar nga gruaja. Po. Mos është pak herët për të kërkuar një grua të tretë? Wallahi sa më mërmenja mua jo, se une me ta pak e shumë. Pesha që i pisajna nuk ka sen mo, se aja më paska nuk ishtë gatë që ka që muj mo. Më pas qëtësuat i shka unë i kam dhënë drejta më kësuj, po aja nuk po qëtësot, nuk po bjen vjatë mija, që me thonë së stabilizumo. I dashur Mistret, nëse një zonjë, një grua, do të ndiqte ty dhe ishte interesuar që të njinte ty, çfarë mesazhi do përcjellësh ti për atë grua që kërkon ta kesh shoqen e jetës? Jo, për këtë rejën që e kërkoj unë, ti ishte, që me thonë, ti ishte vajzë, grua ose martume ose pa martume, në të është, me sto shumë e vjetër, në të 2-3 vjetët e push, me sto me e vjetër, që në menoj të ka zi drejtën, menoj edhe për me lindë, me pas të një prape, me lindë, me që jetë luftën me to, me sto është e smut, me tjetë familjare, me tjetë, që me thonë, me tjetë e smut, me tjetë që shtu të më konë prej meje,
i ka që to këshilla prej me ka me kalu s'jo ma mirë se une nuk jam ka një probleme kur as nuk jam, veç kam qef më konë femna më tregu me ko, që që ka rene, që ka pun, a konë shnosh, a konë smuta hera, ka familjen e mira, ka nej strashikimin familje smuta, ka na të më tregu me ko, jo më mërë në qafë, që më si më ka ndohë. Si të ka ndodhur me gruan e dytë, e kuptoj mistret, e kuptoj që prandaj e theksone, ke theksuar disa herë që mos të jetë e sëmur, sepse ke vuajtur këto vite me gruan e dytë. Unë uroj dashur mistret që të ketë reagime, nëse dikush do më telefonoj, patjetër do t'i kaloj numrin tënd, që ju të flisni bashkë me njëri tjetrin, sepse ju jeni të rritur dhe vendosni vetë për njëri tjetrin për ta njohur, por uroj që ta gjesh dhe vetë aty në viti ku jeton. Po dhe të ka të drejtën që atonët kam thirë tyje edhe kode atje, po ka të drejtën në teri tashte nuk kam kërku edhe të më thonë, po bënën që ta mujtë edhe mo, të bëna kërkes tyje edhe mo, ka të drejtën nuk im interesu ma herët e mo që tashtë ja kam njësë më interesuën, me mujtë e gjitha një të harit familjare, që së më sjell problem, që jo me ven, me më tregu me kohë, gjitha është punë se i ka në familje, veta që shumë me shnejt, me s'është e smutë. Kërkon një zonë që t'jete si qëtë. Edhe kërkon e darje për burit, edhe në pas të në smime, s'ka probleme me smit burit, a i ka smije në smije ka me veti, kësha prenu edhe në smit vogër si e ka, qëfëse se ka shumë vlavë, edhe mo vetëm në to, marrëveshje me familjen e burrit, me familjen e vetë, me s'ka probleme, me s'ka e smutë, ose t'ka në smit vogër, me fëmije kësha prenu, vetëm me s'me pas probleme, diçka me to, kor heqa, po kuptoj. E kuptushme. Mirë, i dashur mistret, unë të falenderoj, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt, të uroj të kesh një jetë së lumtur. Faleminderit shumë. Dhe uroj që të dyja vajzat e tua të jenë të lumtura. Shumë faleminderit za ti, inshallah që ashtu me familje je lumtur, si po moran muhe, e mo që ato dhe ashtu kisha lutë që ki mundësien, na kon helbet, na ku ki mundësien, ashtu kështu, një nejë, një bakshish, kisha lutë pa bakshish, vetëm më gjitha një të hajrit, që ki mundësi më shpërndar numrin, në një të hajrit, më kon familjare. Unë nuk procedoj me bakshish. Fjala bakshish nuk shumë e rëndë për mua dhe unë nuk procedoj me bakshish. Kështu që i vetmi le ta quajmë dhurat që do më bëje ti nëse do realizosh martesa e jote e përkryes që do e ti, do t'ishe një palë këpuc. Ne në Shqipëri, mblesit për eri dhurojmë një palë këpuc. Ani, shka të shiraj, shka të këpuc, so problem. Kjo do ishte ajo që do përmbyllë gjithë shka. Mirë, i dashur mistret, tek mua gjithë shka është papages. Bëremi që e teksove këtë gjë, sepse këtu në live modetë nuk paguhet asgjë. Qëllimi i kësaj dritare është që zëri qytetari për çdo kërkese që mund të ketë, si dhe kërkesa juaj, është që të dëgjohet. Kjo është e gjitha. Kështu që të falenderoj, të përshëndes dhe do mbetemi së bashku në kontakt. Të përshëndes nga Tirana, mistret. Faleminderit se të te shumë, inshallah na prek nga një të hajrit që ajmërot, ose ja shpërton numrin nga kun helpeta që nga një më ajmërot, që është, që si po thëmë, më konë familjare, më s'me pas probleme, më s'me konë e smutë. E uroj të ndodhi. Temën korekte, më konë temën me vend, e di që do me që jetë, se më thonë me muës, që do me që me jetë që ma mirë me familje, me pas me problem. Të unë e kur, më konë në laja asjona, po kuptan, mësë me pas probleme familjare, probleme që mësë konë e martu me bura, me thmi që konë e ndarje, mësë me pas probleme. Vetëm më të tregu me ko, krejt, të unë e kur s'ka me pas problem. Uroj ta gjesh shpirtin të binjak. Ishe i qartë në mesazhe, i the të gjitha mesazhet të qarta, kështu që kushdo që i mori këto mesazhe dhe e ndjen që të nisi dhe ajo zonjë një fillim të ri për të njohur ty, le të më kontaktoj mua dhe unë do të lidh me njëherë me ju. Mirë, mirupafshim. Mirupafshim. Hajde, ditën e mirë, tonë, çdo të mirë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Kushdo që është interesuar për 54 vjeçarin Mistret Aliun, mund të më shkruaj në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mos harroni, unë nuk bëj mblesin. Thjesht
kjo dritare është hapur që zëri çdo qytetari të dëgjohet për problematikat që ka, por ndodh që ka dhe raste të tilla njerëz të cilët kërkojnë të kenë njohje me partner dhe e shfrytëzojnë këtë dritaren time, këtë live-in tim për të bërë këtë lloj mesazhesh dhe pse t'ju them jo. Kështu që puna ime është, po e përcaktoj që tani vetëm të shkëmbej numrat e telefonit dhe më pas jeni ju ata që vendosni dhe unë nuk merrem me këto histori. Mirë, nëse ju vërtet keni një histori për të denoncuar, një tjetër histori, jo si kjo e Aliut, mos harroni të më shkruani te numri i telefonit, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju e dini. Unë jam live ora 10 me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.